Jemi në dhomën e zhveshjes të Shkëndijës këtu në stadiumin Fadil Vokri, ku kuqizim tanë për herë parë në histori do të luajë një ndeshje zyrtare, një stadium historik që mban shumë histori nga e kaluara, dhe ku Shkëndija jon ka luajtur ndeshje kontrolluese, ka luajtur edhe reprezentacioni i Tetovës i themeluar pikërisht për të bërë një ndeshje rivale, por sonte Shkëndija vjen këtu për një duel në fazën e Ligës Conference League për ballimi me Dritën e Gjilanit, në një takim që natyrisht mund të na jap shumë si neve si skuadrës nga Gjilani. Uroj që ne të jemi ata që do të fitojmë në këtë duel ndërmjet kampionit të Kosovës dhe kampionit të Maqedonisë së Veriut, me dy tifozërit që do të jenë të mbushura në tribunat e stadiumit për të festuar në vigjilje të festës së 28 nëntorit. Natyrisht sonte luajmë futboll, shkojmë fuqishëm të dyja skuadrat dhe natyrisht le të fitojmë më i miri, urojmë që të jetë festa kuqezi.